court make themselves really ridiculous. Nuk ka asnjë arsye për kompromis me asociacionin. Së pari, Serbia duhet të dorëzojë diçka konkrete ose të ketë një marrëveshje të detyrueshme, ku të përcaktohet qartë. Nëse bëni këtë, ne do të bëjmë atë. Por aktualisht është çështja e tillë që duhet të bëni diçka së pari dhe pastaj shpresojmë që pala tjetër mund të bëjë gjithashtu diçka, gjë që është e çuditshme. And Taci went in 2020. The new government in the United States. Ida kryesore për një qeveri të re, cila do të qoftë ajo, që ende nuk e dim, sigurisht është përmirësimi i marrëdhënieve me Serbinë. Ky është problemi kryesor, të paktën në sy të ndërkombëtarëve. Me qeverinë e re në Shtetet e Bashkuara, kjo është edhe më e rëndësishme, sepse duket se qeveria e re në SBA do të jetë më miqësore ndaj Serbisë. Qeveria e re në SBA nuk duket e interesuar për demokracinë, por më shumë për liderët autoritar, të cilët mund të bëjnë çfarë të duan dhe të injorojnë vullnetin e popullit, ashtu siç po ndodh në Serbi në një mënyrë ekstreme, ku, siç e dinë të gjithë, po ndodhin protesta dhe sigurisht qeverisë nuk i intereson. Atyre ndoshta intereson, por nuk reagojnë në mënyrë pozitive. Ky është një problem edhe për Kosovën, sepse nëse ata preferojnë regjime si ai i Vučićit në Serbi, kjo do të jetë negative për Kosovën. Regime in Serbia, Trump is of course totally. Trump është plotësisht i paparashikueshëm. Një ditë thot diçka dhe ditën tjetër thot diçka krejtësisht ndryshe. Kohët që po vi nuk duken pozitive. Nëse do të ketë një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës në presionin e kësaj administrate, kjo mund të jetë sërish negative për Kosovën. Also again for Kosovo, quite of course it should be removed. Masat evropiane ndaj Kosovës duhet të hiqen menjëherë, sepse ato nuk është dashur të vendoseshin që në fillim. Nuk ka asnjë arsye për to. Arsyeja e pretenduar është mosbatimi e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por Serbia nuk ka zbatuar asgjë. Pse duhet që ju të ndëshkoni për këtë? Dhe ata dëshirojnë që ju ta bëni hapën e parë. Dhe sigurisht Serbia nuk do të jep asgjë në këmbim. Prandaj Serbia do të bëjë disa hapa të parë, pastaj ndoshta mund t'i bëni jo. Prandaj Serbia duhet të bëjë disa hapa të parë, pastaj ndoshta mund të bëni jo. Give anything back in the first place. The KFOR troops are extremely important. Jashtëzakonisht të rëndësishme. Në përgatitjen e këtij takimi në Utrecht kemi diskutuar se në Bosnjë ekziston vetëm Eurofori, i cili nuk ka të njëjtin mandat si KFOR-i fatkeqësisht. Sepse nëse Eurofor do të kishte të njëjtin mandat si KFOR-i, do të mund të bënte më shumë kundër dodikut. Prandaj, Kosova duhet të jetë shumë e kënaqur me pranimin e KFOR-it. Mandate as KFOR, they could do a little